Ko më parë, në emisionin tonë këtu, në janar të vitin 2024, ti ke një lajm, një 19 vjeçar nga Puka, një djalë i ri fare baton, i rritur dhe me banim suedi kreu një nga atentatet më të bushme në ky tani, ka kryer një nga atentatet më të bushme në Bagdad, duke ekzekutuar një nga mafiozët më të njohur iraken, Mustafa Al-Gjiburi. Ti e kemi thënë këtu në studio të gjithë. Autori Gjuliana Prenga u dënua me vdekje nga drejtësia e Irakut. Çfarë ka ndodhur me këtë person? Diçka dëgjova. A ka vendime të mëtejshme nga gjykata e Irakut? Në fakt të roqe vëmendje ngjarja në atë kohë bëri shumë përshtypje. Ky djali 19 vjeç, i ikur nga Shqipëria, ka ikur 8 vjeç, ka pas pasaport Shqipërisë, ka pasaport suedeze. Përfshihet në atë luftën e madhe që po ndodh në Skandinavi, sidomos 3-4 vitet e fundit, e kanë nxjerrë Suedin nga binarët dhe janë kryesisht është një organizatë që quhet Dhelpra të Kurdistanit, po ka 6.000 anëtar. Do të jetë një organizatat më problematike atje. Dhe ky personi Al-Gjiburi apo Benzema si quhet, se imitonte lojtarin e famshëm të Real Madrid. Ngjan pak. Pra ky ishte një nga 3 drejtuesit. Ka qenë mbret në këto në TikTok, në rrjetet sociale, ekspozonte jetën e vet. Por këtë ishte vënë një çmim për $1 milion për ta parë, €1 milion. Me sa duket të shqiptaren e kanë përpunuar moshë e re dhe ky është nisur 7 janar 2024 është nisur nga Stockholmi. E kemi parasysh se kemi thënë në 8 janar bëri atentatin, ndërkohë ishte me eskort. Dhe ky i ka vajtur me motor, i ka vajtur tek xhami dhe ka hedh 14 predha në 10 cm katror, që bëri shumë përshtypje. Dhe gjithçka është i filmuar dhe ishte filmuar me vetëm qëllim që mbasi të bënte vrasjen ky të vritej. Ky shpëtoi aty dhe e kapi policia. Familja e tij u mor mbrojtjen në Suedi, u tha gjatë kohës se Suedia ka paguar para po s'pagon Suedia, asnjë vend evropian nuk pagon. Por më tepër Suedia me Irakun, kur në Irak ju doq ambasada për shkak të digjes Kuranit Suedi. Tani, ekzistonte frika që ky si shteta suedez s'ka pasaport shqiptare, do merrte dënim me vdekje, sepse Al-Gjiburi është një personazh nga më të rëndësishmit jo vetëm në Skandinavi, po edhe në linjet e mesme. Pra vrasjet ishte shumë e bushme. Janë ndërprerë transmetimet atë ditë, jo vetëm në Irak, kishte shtetësi dhe iraniane dhe komsi turke. Pra, si themi, kishte përdorur të gjitha mënyrat për të kamufluar. Tani, autoritetet me gjithë kërkesat që u bën nga Suedia, po ashtu dhe nga familja, ai u dënuar në shkallën e parë dënuar me vdekje. Pastaj në gjykatën e apelit në Bagdad, gjykata e apelit e ka ndryshuar dënimin nga dënimi me vdekje ka çuar burgim të përjetshëm. Aktualisht ky është në këtë fazë të burgimit të përjetshëm. I ka kontaktet e pamundura me familjarët, nëna e tij dhe vëllezërit e tij që janë në Suedi nuk mund ta takojnë dot sepse rrezikojnë ata jetën e tyre. Tha shteti suedez nuk është se ka marrëdhënie me Irakun. Familja nëpërmjet avokatëve ka tentuar që dënimi me burgim përjetshëm ai ta kryejë në Suedi, por kjo gjë është refuzuar deri tani në 3 raste të njëpasnjëshme. Në fakt, frika e familjarëve ka qenë që ata mund ta dëmtonin në burg, për shkak të fuqisë që kishte rrjeti i viktimës, por ai është mbajtur gjithë kohë në një sektor me shtetas të huaj, kryesisht të vendeve të Bashkimit Evropian, që janë arrestuar në Irak dhe ata mbajnë në një sektor më vete. Ende nuk dihet do pritet vendimi i gjykatës së lartë, nëse do ngelet në fuqi apeli, pra do të shpëtojë nga ekzekutimi, nga vendimi me ekzekutim me vdekje, apo do të ngelet atë. Përpjekja për të bërë të mundur zhvendosjen e tij drejt Suedis deri në këtë moment ka gjetur refuzimin e autoriteteve irakene. Por ato kanë patur parasysh faktin që ai ishte i rrezikuar vazhdimisht aty për të eliminuar brenda burgjeve dhe për këtë shkak ata janë përpjekur që ta mbajnë të izoluar me shtetas të tjerë të Bashkimit Evropian. Një biznesmen tjetër është ekzekutuar në Sarandë. Edhe ky tani biznesmen është ky, por ka qenë edhe kryetar i shoqatës Çamëria. Po është. Njëherë ishte edhe kryetar i Çamërisë. Ishte se. Recep Ismaili. Çfarë i ka ndodhur? Din motivet ajo? Mos e kanë vënë për e kanë qenuar që është i Çamërisë apo është ekzekutuar ky, se ky ka vdekur. Ne te ty kemi diskutuar mos gaboj edhe para 2 vitesh, para 3 vite duket këm ngulur, po mbamend dhe un kam qenë vazhdimisht
konsekuente kjo pjesë, duke thënë që Saranda nga qyteti më i qetë i Shqipërisë dal, po eskalonte. Saranda për dekada ka qenë qyteti më i sigurt. Gjithë pjesa tjetër e krimit nga veriu e deri në Shqipërinë mesme pushonin Sarandë. Kaq konsideroi vendi qetë pa probleme. Nuk të shqetëson. Tani ka vrasje të një pasnjeshme. Çuditërisht, Saranda, nëse mos në këto 4-5 vitet e fundit, ka kaluar në një nga zonat më problematike që ka Shqipëria. Pse u bë kjo? Në momenti kur Saranda u bë qendra investimeve, kur pronat dhe trojet aty morën të tjera për masa, kur aty filloi të gëlonte paraja e madhe, pra Saranda u kthye në epiqendër të krimit të organizuar. Ngjarjet e fundit që ka ndodhur atje. Pra, Saranda ka pas rrëmbime personash, Ylli. Le vënoj tokë Sarandit? Unë s'kam lera gjikundit e këtu e pas kam, dhe me thënë, atere kur ishte me, dhe me thënë edhe kemi patër për shkak të punës, kemi berë në një lek në përduar, lek të bo, që ishte me 2000 lek autostrada, 2000 lek të vjetra. Pra, aqë ka 2000 lek metri. Me 2000 lek metri, nuk kemi menduar që atere, dhe me thënë, kemi qenë bosh nga kjo pjesë. Ke pas vizion, nuk e pas vizion. Vizioni ka qenë zero, Monika. Si u blohet 2000 lek metri. Edhe Allah, këtë punë, kupton. Pra, kjo e ka bërë Sarandën që vitet e fundit të ketë rrëmbime personash, një qytet aq të vogël, dhe zhdukje personash, të ketë atentate me lëndë eksplozive, madje edhe në det brenda, jo vetëm në tokë, dhe që janë në pjesa më e madhe në pasbuluara, dhe vitin ngjarja e fundit, nuk ta bëra kot të ekspozim, për të treguar që aty ka dal nga binarët situata. Në Sarandë. Ka dal nga binarët. Ngjarja e fundit është një përplasje e një grupi personash, aty ka pas një shkëmbim zjarri, nuk ka qenë thjesht një konflikt mes dy personave. Kanë ardhur 6 persona nga jashtë lokalit, të karburantin në të hyrë të Sarandës, nëse keni parasysh, në krah djathtë rrugës është në 6, quhet ajo qafë 6 aty, dhe lagja aty quhet 6. Pra, kanë hyrë 6 persona dhe më bën përshtypje që 3 nga ata janë 19 vjeç, 20 vjeç, 21 vjeç. Dhe janë këta që janë nuk të bëjnë për burr, tha ai. Sa që vrisin që vinte Escobarit, kujtohet? Escobari vinte këta. Po sepse ata janë janë emocionalisht. Edhe s'merre vesh në botë. Dhe si gjenje dot. Adolescent, minoren, më komplet. Ta, do më thënë, nga 6 vite kanë hyrë brenda, 3 kanë qenë të tillë. Dhe ka filluar me një sulm me grushte me mjete të forta. Pronari lokalit, që është i karburantit, që është viktima, nuk ka qenë ky. Pra, objekti sherrit, por sherri ka ndodhur lokalin e tij dhe ky ka qenë me Viktor Ruçin, njeriu që ishte objektivi i sulmit të këtyre qerve nga jashtë. Duke parë pamundësinë për të përgjigjur atyre, ka marrë automatikun dhe ka qelluar me automatik. Nga 30 preda që ka karikatori, 21 janë gjetur, pra 9 preda ka qitur. Fati i madh që s'është vrarë njëri tjetër, aty ka vetëm një plagosur tjetër, që është me grupin e autorëve të sulmit, dhe nga krahu i autorëve pastaj kur kanë parë që u qellua me automatik, e kanë gjuajtur me pistolet në kokë dhe i ka marrë jetën pronarit të karburantit. Konflikti midis autorëve, njëri nga autorët i plagosur është dorëzuar të nesër. Është për një beach bar, pra për atë që tashun për pronat, se ju rrit vlera pronës së Sarandës, s'ka më me kasht atje. Në moment që aty u sulën, që nga Butrinti, si thoshtë ajo, është një pigës e vogël, thoshtë ajo ministra jonë, e mbamën ti. Këtu thoshtë ajo, në manastir, kush bërgjë gjitha i resorti madh. Që i gje e vogël, thoshtë atje. A thotë ishe ishulli barketa atje në mes të kanalit Korfuzit. Pra, duke sa më shumë i rritet vlera Sarandës dhe pronës dhe investimet të rritet aty. Aq më shumë vrasje do ka. Aq më ashpër është bërë situata dhe aq më shumë po del jashtë kontrollit. Prandaj situata duhet futet në kontroll. Ky konflikt thash për fat të mirë nuk ka patur më shumë viktimë. Sepse kur është qelluar me automatik, nuk ka Kalashnikovi, nuk ka selektim. Qartë. Prandaj bilanci në këtë ngjarje do të ishte shumë mirë, por për fat të mirë e kemi motivin për çka ka ndodhur. Pak a shumë një pjesë e personave besoj që janë shpallur në kërkim, janë të identifikuar dhe në shpallur në kërkim.